Në gjithë arsyetimet e tij për vrasjen e 4 qytetarëve me 21 janar, Sali Berisha ka pasur 2 argumente të shpikura. Argumenti i parë ishte se vrasjet i kishte bërë Edi Rama me çadra, pistolet, thika me helm dhe armë të tjera artizanale, pasi asnjë vrasje sipas tij nuk ishte bërë me armët e gardës. Këtë e deklaroi në orën 19:30 të datës 21 janar. Të nesërmen në mëngjes, filloi pistën e re, se vrasjet u bën për të shmangur grushtin e shtetit të Edi Ramës në bashkëpunim me presidentin Topi dhe kryeprokuroren Ina Rama, njëri Hor Bulevardi, tjetra Lavire Bulevardi. Tani Berisha të zgjedh këtë doj nga pistat e veta, ose të paren, ose të dytën, ose të dyja bashk, dhe t'i dorëzojnë në SPAK si akuz. Kjo mund ta bëjë më të lehtë procesin. SPAK mund të hetojë Edi Ramën, Bamir Topin, Ina Ramën dhe ne 4 gazetarëve të akuzuar si puçist, dhe ose të provojë atë që thot Berisha, ose t'i shtojë Berishës një akuzë tjetër për kallëzim të rrem dhe ta mbyllim këtë histori të alibive të tij.